Po, doktor, tek astma të ndalmi edhe pak tek pjesa e pranverës, kohës së pranverës. E dim që edhe alergjia e bën të vetën. Sa mund të më ndiku kjo në frymëmarrje edhe si mund të më diagnostiku? Atëherë, një prej forma më të shpeshta, se astma ka shumë nën tipe, ka tipe që shfaqen vetëm me koll, ka tipe që shfaqen vetëm gjatë sforcimit fizik ose aktivitete fizike, për shembull gjatë sportit apo vrapimit. Po ka tipe në rastet më të shpeshta, mbi gjysmën e rasteve, afër 60% rasteve, në bazë shkaktari i astmës është alergjia. Por kur flasim për alergjinë është ajo gjendja klinike ku trupi jonë reagon ndaj ngacmuesve të jashtëm, që në këtë rast mundën me qenë poleni, mundën me qenë lulet, mundën me qenë bari, barishtet ndryshme, qethet ndryshme të lisave, mund me qenë epiteli i kafshëve, pra macës, qenit apo diçka tjetër, apo mund të vjen edhe myket që ne jemi kontakt me vendet të caktuara të banimit ku ka myk. Gjitha këto raste kur njerëzit janë kanë alergji, alergjia mund të shfaqet vetëm me lotim të syve, vetëm me të shtrim, ngritje fyti, por në raste të caktuara mund të shfaqet me rrugë të frymëmarrjes. Dhe kur preket rrugë të frymëmarrjes, atëherë flasim për astmën me bazë alergjike. Në këtë raste përveç që duhet më trajtu astma, duhet më trajtu edhe alergjia, sepse pa trajtimin e alergjisë nuk kemi edhe trajtimin e plotë të gjendjes astmatike.